Partia Demokratike ka njoftuar zhvillimin e protestës së radhës kombëtare me 8 maj si pjesë e aksionit opozitar kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë thirrje të gjitha forcave të tjera opozitare që të lënë mënjan mosmarrveshjet dhe të bashkohen në këtë proces, të cilën ai e cilëson si një kryengritje paqësore kundër qeverisjes aktuale. Se me datën 8 maj, një ditë e rëndësishme, shqiptarët do të mlidhen në rrugë dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen e tyre më të fuqishme, paqësore që ka njohur vendi kundër kreut të organizatës kriminale dhe regjimit të tij, qeverisë së tij, pra kundër Edi Ramës dhe narkoministrave. Të lamë me një anë çdo mosmarrveshje dhe të bashkohemi në këtë kryengritje të fuqishme si shpresa e vetme e shqiptarëve. Berisha është rikthyer edhe te dosja e Akshit, duke përsëritur akuza ndaj kreut të qeverisë për mbrojtje të korrupsionit dhe për sulme ndaj institucioneve të drejtësisë. Strumullari i të gjithë aferës së Akshit është çifti Rama, Edi dhe Linda Rama, sepse përfituesi i qindra tenderave, për të cilët janë marrur peng biznismen, për të cilët Akshi është ndruar në pishinën e peshkaqenëve, siç thot peshkaqeni Ermal Beqiri. Strumullari është Armand Frangu, është bazhanaku i Linda Ramës, është Linda Rama dhe Edi Rama. Famziu Ergyes Agasi edhe sot është i paprekshëm. Ka ble toka me 6 euro aty ku janë të paktën 100 euro metri katror. Dhe ky e deklaron sen me 6 euro. Ka regjistruar në çdo pyll, ka ndërtuar vila dhe resorte. Dhe po vazhdon ndërtimet gjatë gjithë kësaj kohe, se gjoja është në kërkim në një kohë kur ai ruhet nga policia. Mbrohet nga policia me urdhër të Edi Ramës. Në deklaratën e tij, Berisha është ndalur dhe te qëndrimet e mazhorancës lidhur me reformën zgjedhore, duke theksuar se opozita është e gatshme për bashkëpunim vetëm për çështjen e reformës zgjedhore dhe asaj territoriale, ndërsa ka kundërshtuar kushtet e vendosura nga Partia Socialiste për ndryshimin e numrit të deputetëve. Pakt përveç 2 reforma që janë të kërkuara edhe nga Bashkimi Evropian, OSBE-ja, Këshilli i Europës, me Edi Ramën nuk mund të kemi asnjë pakt tjetër. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama është diktator autoritar, armik i egër, më i egër i opozitës dhe opozita s'mundet kur përveç se këto fusha të bashkëpunojë me te. Lideri i opozitës ka komentuar gjithashtu deklaratat e kryeministrit Rama për mediat ndërkombëtare Politico, duke i cilësuar ato si qëndrime të motivuara nga interesa personale dhe jo nga interesi publik. Ky është një kameleon pa shtyllë kurrizore që mendon se duke notuar për veten e tij mund ndikoj të tjerë. Ju rikujtoj këtu dhe një herë. Para 3 muajve, Edi Rama në samitin politik të Europës deklaroi se Europa nuk ka nevojë për këshilla përtej Atlantikut dhe jep mësime Europës se çfarë qëndrimi duhet mbajë ndaj Putinit dhe agresionit të tij në Ukrainë. Janë që të gjitha shërbime që përpiqet t'i bëj lëkurës së tij. Pasi këto zhvillime po ndikojnë negativisht në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke krijuar pengesa në hapjen dhe avancimin e negociatave.